Ndërkohë ju në të dy këto libra shkruani për familjen tuaj, për familjarët tuaj, në mënyrë të drejtë për drejtë, emrat janë real, historitë janë të vërteta. Në një farë mënyrë lini më njang të mburojën që ofron ndonjëherë fiksioni. Dhe jam kurioz në një aspekt personal, domethënë çfarë impakti ka patur në jetën tuaj, ka familjarë që nuk ju flasin më ose ju mbajnë mëri për këtë gjë apo? Ndoshta për librin e parë pak më shumë ka patur debate në familje. Unë jam munduar të shpjegoj që këndvështrimi im në libër është këndvështrimi im. Edhe si me çdo tekst, autori ka një pikpamje, por lexuesi ka një pikpamje tjetër. Unë edhe antarët e familjes i shoh si lexues në fakt, dhe megjithëse librat janë për personazhe reale, mundohem që nëpërmjet personazheve reale të diskutoj çështje dhe filozofike dhe politike që shkojnë përtej jetëve. Dhe letërsia është një element i librit, por libri mund të lexohet edhe si ese filozofike, mund të lexohet edhe si një lloj përshkrimi historik në të dyja rastet. Me të lirë është një histori më e vonë, me të poshtëruar është një histori më e hershme dhe më e vjetër. Por për mua nuk e shoh thjesht si histori familjare, e shoh si një tekst ku personazhet real, jo të gjithë personazhet janë real, ka edhe personazhe fiktiv, sidomos tek libri të poshtëruar. Janë aty për të shpjeguar disa dinamika historike që letërsia ndoshta i shpjegon me më shumë nuance emocionale apo psikologjike se sa po të kisha shkruar thjesht një ese historike ose filozofike.